Të dashur shqiptar, për ta krijuar këtë film, kam bler boz origjinale në një restorant turk. Është boz e mrekullueshme. Kam shtuar edhe një çik akullore, që t'jetë më e shijshme. Është një ditë e veçantë, është dita e bozës. Pse do thoni ju? Po deri tani mendoj që prapashtesa ime e gjuhës shqipe ka ardhur nga neutri i latinishtes. Për shembull, fjala gëzim është krijuar nga gaudium e latinishtes. Është e vërtetë. Dhe këtë mendim e kam patur unë, e kanë patur dhe autorë të tjerë, por mbas meje. Unë nuk e kam mësuar këtë në fakultetin e Tiranës, nuk është as në fjalorin e Koles Topallit që mendon që kjo është një prapashtesë origjinale e shqipes, as në fjalorin e Eqerem Çabeit. Pra, mendoj që kjo ishte prapashtesë e shqipes origjinale. Unë mendoja që kjo ishte prapashtesë e latinishtes dhe këtë mendim e kanë shfaqur dhe shkencëtarë të tjerë në Universitetin e Leidenit. Mirë po, sot po shikoja me vëmendje se si është formuar fjala aferim në gjuhën shqipe. Të dashur shqiptar, fjala aferim ekziston në Shqip, por ekziston dhe në disa dialekte të turqishtes. Turqishtja ka dialekte. Gjuha otomane turke ka shumë dialekte. Një nga këto dialekte është folur në Azinë e Vogël. Nga dim në këtë, kjo fjalë, aferim, si në turqisht, është në gjuhën armene, aferim, është në gjuhën arabe, hafarim, është në gjuhën egjiptiane, aferim, ka hyrë në gjuhën bulgare, aferim, ka hyrë në gjuhën maqedone, aferim, ka hyrë në gjuhën serbe, aferim, me këtë shqiptim. Është bërë prapashtesë fjalë formuese në gjuhën armene, në gjuhën maqedone, në gjuhën serbe dhe në gjuhën arabe. Kjo ka ndodhur në një moment kur arabët, aty nga shekulli i 12, arritën të mposhtin perandorin persiane, që quhej perandoria sasanite. Dhe shumë elemente gramatikore të gjuhës persiane hynë në arabisht. Pastaj turqit pushtojnë gjithashtu perandorin persiane, pushtojnë të gjitha vendet arabe, mposhtin Bizantin, futen në gadishullin Ilyrik, dhe kjo prapashtesa im bëhet pjesë e të gjitha gjuhëve ballkanike, që vjen nga fjala Ballkan ose mal në gjuhën turke. Kjo është çmenduri. Pse do thoni ju? Sepse fjala aferim vjen nga rasa dhanore në gjuhën perse të vjetër, kur dikujt i thua të lumt. Është në rasën dhanore. Kujt i lumt, atij, aferin, me në. Dhe kjo aferin është një pjesë gramatikore në gjuhën perse, një emër folior, i krijuar nga folja aferidan. Çdo thot aferidan në gjuhën perse të vjetër, ka kuptimin krijoj, ka kuptimin kënaq dikë, kënaq nga ana fizike. Pastaj marr kuptimin të lumt. Bravo, e kuptove. Pra ka ndryshuar kuptimin nga kënaq dikë në mënyrën e folur, kur flet me dikë të lumt. Të lumt kujt, pra është në rastën dhanore në gjuhën perse. Kjo prapashtesë. Aferin. Dhe hyn në gjuhën arabe dhe bëhet me aferim, shqiptohet hafarim.
Dhe kjo prapashtesë arabe hyn pra në armenisht, pastaj hyn në turqishtën e vjetër, hyn në bullgarisht, maqedonisht, serbisht edhe shqip. Fjala aferim, pra është formuar dhe fjala gëzim, shkëlqim, besim, guxim, pra është pjesë e krijimit të emrave abstrakt në gjuhën shqipe. Pra kjo prapashtesë im e shqipes nuk ka ardhur nga latinishtja, gaudium, gëzim, ashtu duket me shikim të parë, por është krijuar në shekullin e 15. Në fillim ka hyrë në gjuhën e arvanitasve, në Greqi për herë të parë, që banonin në More, banonin në Athinë, në fakt banonin në të gjithë Greqinë. 60% e Greqisë ka qenë arbëreshe. Pra arvanitasit ndikohen nga gjuha turke. Kjo bëhet baza e gjuhës shqipe. Shqipja ka lindur formalisht me krijimin e shqipes së Gjon Buzukut gjatë përkthimit të Biblës. Vetë emri Gjon Buzukut vjen nga buzuki, është një element, një instrument muzikor i otomanëve turq. Pra gjuha shqipe është krijuar mbas pushtimit turk. Merrni frymë thellë. Nuk është gjuhë e lashtë pellazge. Të gjithë emrat abstrakt në gjuhën shqipe janë krijuar me prapashtesën arabe im, që vjen nga gjuha perse, prapashtesa e rasës danore in, aferin. Pra, kjo ditë duhet festuar me bozë turke. Madje ka marrë një gyp të trash, sepse boza është e trash. Sot është dita e bozës. Gjuha shqipe është bozë. Ne flasim bozisht, të dashur shqiptar. Si shkruhet boza me elemente të ndryshme të përzira, edhe gjuha shqipe është e përzier me elemente të arabishtes. Afarim në gjuhën arabe, aferim në shqip, dhe kjo bëhet prapashtesa e të gjithë emrave abstrakt në gjuhën shqipe. Dhe këtë nuk e di Akademia e Shkencave të Shqipërisë, nuk ishte nga ta dinte. Po si që nga mund ka që zgjuar, këtë zbulim e ka bërë Gustav Mahleri për herë të parë. Gustav Mahleri vetëm kuptoi që kjo fjalë vinte nga gjuha turke, por nuk i shkoi ndërmend që shqipja është prishur kaq shumë. Në fakt, jo se është prishur, shqipja është krijuar në momentin me takimin me gjuhën turke. Në fakt, Shqipëria e madhe është krijim i perandorisë turke. Shqipëria është ndarë në 5 shtete, është coptuar, por Shqipëria e madhe, ose Shqipëria e vërtet, është krijim i perandorisë otomane. Pra, ne du t'jemi shumë mirë njohës perandorisë turke për krijimin e Shqipërisë së madhe. Kjo është Shqipëria vërtet, dhe jo Shqipëria pellazge, siç mendoni ju. Ky zbulim do ketë pasoja politike në Shqipëri. Është zbulimi më i myndzyrshëm. Gjuha shqipe është gjuha e bozës. Nuk mund të prishet kjo prapashtesë. Prishet gjuha shqipe. Gjuha shqipe është formuar mbas pushtimit nga turqit. Merrni frymë thellë. Ka lindur kjo fjalë në fillim në Greqi, tek arvanitasit, dhe është përhapur pastaj bashkë me turqit në të gjithë perandorinë otomane. Gëzuar pra lidhjen e fortë të shqipes me turqishtën. Ju faleminderit, dashur pellazgo-turq. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pra flamuri i Shqipërisë do të jetë flamuri i gjysmëhënës, sepse turqit krijuan gjuhën shqipe.